Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tyrona Lili. Sonte pranë jush dua të sjell një histori vërtet të dhimbshme. Historinë ma ka shkruar zonja Emine, e cila ka dashur që me publikun tim të ndaj dhunën, trishtimin, tronditjen që jeta i ka sjell. Në një cep të qetë të Belgjikës, mes ndërtesash të ftohta dhe rrugësh që nuk flasin gjuhën e saj, jeton një grua që mbart mbi supe një histori shumë të rëndë. Ajo quhet Emine, e lindur në Maqedoni, në një familje tradicionale që i mësoi ndershmërinë, turpin, përullësinë dhe detyrimet që vijnë me emrin grua. Që e vogël e kishte edukuar që të mos sa nkohej, që të mos ngrinte zërin, që të mos i kthehej burrit, që martesa është fat dhe burri është zot në shtëpi. Dhe ajo e besoi këtë. E besoi me gjithë qënjen e saj, në moshë të re, u martuan me një burr që në fillim dukej i drejtë i qeshur me fjalë të ëmbla, por pas dasmës maska ra. Filloi mangthi. Filloi ajo që s'duhet të ndodhte kur mes një burrit edhe një gruaje. Në fillim e goditi me fjalë të rënda që përçmonin trupin e saj, vlerën e saj, gruan që ishte. E thëriste kot, barë, ignorante, e poshtëronte dhe përpara të tjerëve, por ajo heshti. Heshti për të mos turpëruar babain, familjen, për të mos dëgjuar njerëzit që do thoshnin s'ka dituri të mbaj burrin. Por fjalët nuk mjaftuan për të. Më vonë erdhën edhe grushtat. Një herë në kuzhinë, një herë në banjë, një natë kur ajo nuk i kishte përgatitur darkën me kripën që atij i pëlqente. Ajo u mësua të shikoj fytyrën e saj të nxirr në pasqyrë dhe të thoshte me veten: ndoshta jam unë faj, ndoshta nesër ai do të ndreqet. Por ai nuk rregullohej. Ai bëhej më i egër, më i urrejtur, më i padurueshëm. Eminia jetonte një jetë në errësirë. Brenda një shtëpie për të ishte bërë burg, ndëshkim edhe tmerr. Ai luante bixhos, shiste gjërat e shtëpisë për të paguar borxhet e kazinove. Kur humbte, kthehej dhe e rihte si për të shkarkuar zemërimin. Kur fitonte, shkonte me gra të tjera. Kishte rroga që nuk i ka pa kurrë. Kishte net që nuk i dinte ku flinte burri i saj. Ajo i duronte të gjitha, jo nga frika, por nga ndjenja e fajt dhe turpit që ishte ngulitur në kokë. Kishte frikë se çfarë do të thonë njerëzit. Kishte frikë për babain e saj të moshuar, që gjithmonë kishte besuar se e bia kishte një jetë të ndershme. E shihte baban si shenjtorin e jetës së saj dhe mendonte: nuk dua ta vras shpirtin e tij me të vërtetën time. Në gjithë këtë errësirë, ajo kishte vetëm një shoqe. Një mikesh që i rinte pranë, që e dëgjonte, që i fshinte lotët, ishin si motra. Ajo vajzë vinte shpesh në shtëpinë e Emines. I sillte ushqim, i jepte shpresë, i thoshte: ti meriton më shumë se çdo kush. Mos duro. Por ajo ishte në heshtje. Armikja më e madhe sepse pas krahëve të Emines po ndante shtratin me burrin e saj. Eminia e ndjeu, Zoti ja tregoi. Një natë kur burri i saj ishte në banjo dhe gjeti mesazhe në telefon, zemra i ndaloi për një sekond. Ishte ajo, shoqja që i kishte dhënë supin për të qarë. Ishin fjalë të ndyra, takime të fshehta, dashuri e ndyrë që zhvillohej ndërsa ajo përgatiste darkën. Tradhtia më e madhe ishte burri, por ishte ajo mikesh që ajo e kishte dashur si motër. Ajo nuk bërtiti, nuk e theu telefonin, nuk bëri skena. U ul në qoshin e dhomës dhe qëndroi ashtu me orë të tëra, pa folur e pa lëvizur.
I dukej sikur gjithçka ishte shuar. Zemra e saj nuk kishte më ritëm, syt nuk kishin më lot. Trupi ishte bërë gur. E vetmja fjalë që tha ishte: "Edhe kjo zemra ime, për kë ka rahur gjithë këto vite?" Pas atij momenti asgjë më nuk ishte njësoj. Kaluan muaj të vështirë, net të ftohta në një dhomë bosh. Ajo nisi të mblidhte copat e veta. Dhe një ditë të thjesht iku, jo për të filluar një jetë të re, por për të shpëtuar veten e saj. Për të mos vdekur e gjallë, e la shtëpinë, e la të kaluarën, gjithçka, por nuk mund të lindte pas dhimbjen që kishte brenda vetes. Sot Eminia është e ndarë, por jo e çliruar. Jeton në Belgjik larg gjithçkaje që njeh, por gjithmonë me plagët brenda vetes. Nuk ka më rahje, nuk ka më bërtima, por ende ka kujtime që i bëjnë gjumin të rënd, që i shtrëngojnë gjoksin në çdo mëngjes. Ajo vuan në heshtje, sepse shpesh kur të rahin trupin, plagët shërohen, por kur të rahin shpirtin, të shkatrojnë. Ajo ende pyet veten: pse? Ku gabova? Pse nuk më deshi askush siç meritoja? Por përgjigjja është e qartë. Ajo nuk gaboi askund. Gabuan të gjithë që e përdorën, e mashtruan dhe shkatëruan. Por ajo është akoma këtu. Nuk është një viktim, është një e mbijetuar, një grua që doli nga feri me plagët e hapura, por në këmbë, me një fytyrë që ka qarë, por që tani ngres syt me krenari, me një zemër që u thye, por që re akoma. Dhe kjo e bën Eminen një grua që meriton duartrokitje, jo për atë që ka duruar, por për faktin që jeton ende pa pasur askënd veç vullnetit të saj për të mbijetuar. Kjo është historia e Emines, një grua e cila në fakt ka qenë shumë konfuze kur dëshiron të ta ndanë historinë e saj, dhe ajo dëshiron të merr mendimin tuaj, por njëkohësisht dëshiron dhe të merr mendimin tim. Unë kam thënë gjithmonë që janë të pakta ato shoqe që mund t'i besosh dhe t'i fusësh në shtëpi pa të bërë një tradhti dhe pa të ngulur një thik nga pas. Sot mendoj që të qenurit shoqëri ka përfunduar, ku në këtë mes është interesi, ku në këtë mes është vërtetësia, ku në këtë mes është dashuria e çdo individi. Kjo e bëri që Eminia të mos i hapte sytë dhe të kuptonte që tradhtia po i vije nga burri dhe shoqja, por besonte, akoma jetonte në atë tmerr që e përfshinte Eminen në jetën e saj. Ne nuk mund t'i marrim ne gjërat me zor, do me thënë ne gjërat duhet t'i lëmë të vinë ose të ikin. Edhe në këtë rast Eminia dogji shpirtin e saj duke pritur që një ditë bashkëshorti do të ndryshonte. Unë mendoj që njeriu nuk ndryshon, pa marrë parasysh sado që ne duam ta bëjmë ndryshe. Dhe në këtë rast mesazhi që unë dua t'i jap zënjës Emine është kjo që qëndroj fort në këmbët e tua dhe mendo për jetën tënde, sepse vetë kemi ardhur dhe vetë do t'ikim nga ky univers.